se ka pun zoti, pyeta. Jemi në ambientet e digital. Ky është një ndër takimet tona të rregullta me përfaqësuesit e kësaj platforme. Me që u nisëm për në Elbasan, e shfrytzuam këtë takim për një informim reciprok lidhur me punët tona të përditshme. Për shtypjet për punën tonë si dhe sugjerimet për aktivitetin tonë të mëtutjeshëm në ekspedite në Shqipëri, morëm nga Jonida, Besiana, Rudina dhe Albana, të cilat ishin të gatshme që të na propozonin emrat e trevave, sipas të cilave duhet patjetër të vizitoheshin. Në këtë takim, lajmi i mirë ishte që dreka shqiptare po përcjellej me interesim të veçantë nga abonuesit e digital. Dua ta theksoj se ky takim zgjati më shumë se zakonisht. Ndoshta se propozimet e shumta po vinin nga gjinia femërore dhe ne na bëi qefi që takimi po zgjatte pak më tepër. Diskutim pas diskutimi dhe dita shkoi. Neve nuk na mbeti gjë tjetër veç se natën ta kalojmë në Elbasan, vend i cili do të eksplorohej nga ekipa e drekës shqiptare. Është mëngjes i hershëm e ne ndodhemi në Shqipërinë e Mesme. Nëse keni pa filmin Udha e Shkronjave, personazhi kryesor i këtij filmi Daskal Todri vinte nga ky qytet. Pra jemi në qytetin e Elbasanit, të cilit janë kushtuar shumë këngë, a vërteta është se edhe ushqimet i kanë në zë. Qyteti i Elbasanit ndodhet në Shqipërinë e Mesme. Ai shtrihet në fushën e Elbasanit në krahun e djathtë të rrjedhës së mesme të lumit Shkumbin, i rrethuar në lindje nga Krasta e Madhe dhe e Vogël. Në veri dhe veri perëndim nga kodrat e ullishtave dhe nga perroj i Zaranikës. Elbasani është një ndër qytetet më të mëdha të vendit dhe ka një popullsi prej 128.000 banorësh dhe ndodhet në një lartësi mbidetare prej 125 metrash. Të dhënat arkeologjike na tregojnë se emri i parë i Elbasanit ka qenë Mancius, që do të thotë vendqëndrim. Në shekullin e dytë, qyteti njihej me emrin Skampius, e më vonë me emrin Skampi. Mirë po, me ardhin e Sultan Mehmetit të dytë në shekullin e 15, i u vu emri Elbasan, që do të thotë vura dorë. Kjo është shtatorja një violinisti me kostum popullor, bëhet fjalë për njërin ndër simbolet e muzikës dhe kulturës së Shqipërisë të Mesme. I Shuf Myzyri ka qenë tekstshkrues, këngëtar, kompozitor si dhe instrumentist popullor. Po ashtu prapa me është Muzeu Etnografik i Elbasanit, në vendin edhe ku po na pret udhëfyesi jon Kërshnik Belegu. Përshëndetje. Pas takimit me udhëfyesin ton Kërshnikun, ai na propozoi që të shkonim për të ngrënë mëngjes. Por ky mëngjes ishte paksa më ndryshe, sepse në Elbasan preferohet që mëngjesin ta hash me pilaf dhe qofte. Zotin Kërshnik, është hera e parë që po ha pilaf në mëngjes. Këtu në Elbasan ju preferojshit pilafin për mëngjes. Pilavi... është ashtu? Pilavi tek ne është një... tani gjellë, pa që gjellë, nuk di... Dakor. Nuk e di si të asoj, për është një nga gatimet tradicionale tonat, bile se ne
në këto festat kryesorë që kemi, padyshim që pilavi është një nga elementet prezent. Dhe të gjithë Elbasanit të cilët nuk hajnë nëpër shtëpia, që hajnë jashtë, në mëngjes preferojnë të hajnë një pilaf me një qofte, me pak kos. Dhe është një ushqim i cili jo vetëm që është i këndshëm, ka ato kaloritë e duhura, nuk të shton shumë. Ky është mëngjes i me qofte, është i këndshëm, është mëngjes i këndshëm. Era pace. Gjatë kërkimeve tona në këtë qytet, kuptuam se simboli i Elbasanit, përveç ushqimeve të shumta që kishte, ishin edhe ballokumet, për të cilat Krishniku fliste me pasion të madh. Unë nuk desha ta humbas rastin dhe kërkova që t'i shijoj. Cila është koha zakonisht që i prodhojnë ballokumet? Ballakumet tek ne tradita është që përgatiten gjatë festës ditës verës, ku ato arrin kulmin me prodhimet, gjitha familjet Elbasansa e prodhojnë, sepse është ëmbëlsira kryesore që ato shoqërojnë festën. Ballakumet përgatiten me miell misri, me gjalp, me vezë dhe me sheqer. Këto janë elementet që ka disa familje përsa që i fusin fije ose çik qumësht, po një lëvoq veze vetëm. Qëllimi është që gjalpi, vezët, sheqeri dhe milli në fund fare, të gjitha të njësohen, të shkrihen, është një ëmbëlsirë, më fjalë nuk gjen në treg, është vështirë të gjesh ballakume siç bëhet në shtëpia, kupton? Faleminderit. Prej ballokumeve u nisim për tek Bazilika e Bezistanit, e cila mban statusin e monumentit të kulturës dhe është një nga veprat të cilat kontribojnë në identitetin e qytetit. Tani kemi ardhur tek Bazilika e Bezistanit. Emri Bezistan faktikisht kemi vënë ne, sepse pikërisht këtu ka qenë dhe fillesa e pazarit vjetër të Elbasanit. Këtu ka filluar, për ne ka marrë emrin dhe Bazilika e Bezistanit. Këtu bëhej tregtia në Elbasan. Bezistan nga turqisht do thotë pazar. Fatikisht Elbasani ka pas një pazar të mbyllur, megjithatë nuk ka shumë rëndësi. Në vitin 2007, duke shfrytzuar një dokument i cili ndodhej në arkivin e muzeut të Elbasanit, thuaj që diku këtu, në vitin 32, kur ishte ndërtuar një dyqan, poshtë kishin gjetë fragmente mozaiku dhe e kishin mbyllur ato. Bashkë me fragmentet e mozaikut, poshtë fragmentet e mozaikut, që gjetë një varr monumental. Kishte edhe disa objekte, të cilat si bazilik. Kjo si bazilik, do ta themi dhe atë, është i takon shekullit 5-6, kur Elbasani normalisht ka pas një lulëzim, qyteti i vjetër Skampi si ka qenë i lulëzuar. Këtu jemi tek nefi qendror, në gjuhën e arkeologjisë, kështu quhet, nefi qendror, kjo jemi ne. Ka nefin jugor. Interesant që nefi jugor është se muri që është aty, i gjithë është me afreske. Për arsye rujtje, ne zbulum vitin e parë, pjesën e parë, dhe tani afresku është marrë dhe ka shkuar në Tiranë. Pjesën tjetër më fjalë për të ruajtur, sepse ai ka nevojë për të mbrojtur shumë shpejt, pra nuk mund ta lësh në kuqet e natyrës. Akoma nuk e kemi gërmuar, nuk është gërmuar, edhe është një objekt që në fushën e turizmit të Elbasanit besoj që do t'i bëj shumë punë. Përballë bazilikës së zbuluar, ndodhej ajo që flet për lashtësinë e kësaj treve, kalaja e qytetit. Një ndër karakteristikat kulturore të kësaj treve është edhe kalaja e Elbasanit. Ne jemi në hyrje të kësaj kalaje, e cila ishte ndërtuar në shekullin 3 nga perandoria romake, e që shfrytëzohej nga legionet e kësaj perandorie që bënin sigurimin e rrugës Via Egnatia që kalonte nëpërmes kësaj kalaje. Muret e saj të gjëra 3 metra flisnin për shtrirjen e fuqisë e perandorisë romake në këto anë. Po ashtu vrej edhe ndikimi i perandorisë osmane, nga e cila kishte marrë edhe emrin ky qytet. Elbasani ishte vendi i parë që e kishin pushtuar Osmanlind.
Kreshniku na dërgoi tek familja Biçoku, e cila ishte një ndër familjet më të vjetra qytetare të Elbasanit, aty ku do të përgatitej edhe dreka. Zonja Resmia na bëri një pritje shumë të ngrohtë, saqë shumë shpejt u ndjem si në shtëpinë tonë. Pas takimit, zoja Resmia na tha që duhet të shkojmë në tregun e qytetit për t'i blerë gjërat që na duheshin për drek. Prej tregut Lagjës, kemi janë në tregun më të madh të Elbasanit, pasi që e ble mishin, e qenjit dhe të viqit, tashtu kemi janë me marrë gjitha gjana tjera që na duhen. Gjatë kohës që po blenim, e vrejta një gjë shumë interesante. Zonja Resmia dinte të tregtonte shumë mirë. Pas tregut u kthyem në shtëpi për të filluar përgatitjen e drekës. Ishim në treg dhe i blem gjitha gjanat që na nevojiten për përgatitjen e drekës. Kështu që momentalisht ndodhim në ambientet e kuzhinës, në vendin ku do të përgatitet dreka, jemi në familjen Biçoku. Pranë me është zonja apo kuzhinjera e cila do të na përgatitë drekën, është Resmia Biçoku. Faleminderit. Zonja Resmia, faleminderit që na ke pranuar në kuzhinën e familjes tuaj. Mirë se keni ardhur. Tash na s'po më humb kohë, po dora me të pyet çka saktësisht keni më na përgatit. Cili është ushqimi i parë që ju preferoni me pana? Po, ne mundohemi të përgatisim 2-3 gjellë. Por më së pari po e fillojmë me qullin me arra. Qulli me arra. Qulli me arra. Dakor. Për këto nevojitet gjysmë kile arra të shtypura. Shumë mirë. Të shtypura. I kemi kështu, më thanë, të qëruara, të përgati. Do t'i shtypim këtu. Aha, me këto, ha? Edhe, Kjo po peshoj ka koqa? po, kjo është e rëndë, sepse do t'i shtypim. A të vaj unë? Ndihmo. Kjo është mënyra tradicionale. Edhe diçka tjetër, çka ke? Vaj? Vaj, vaj ulliri, kripa, pak hudra, edhe pula. Mund të bëhet edhe me gjeldeti. Këto në nëvitën, Këto në nëvitën. Kripa, dakor. Pastaj kemi edhe pak miell. Edhe miell. Miell gruri apo Miell misri? gruri. Dakor. A të shojmë procesin? Kemi larë pulër, Keni larë. zakonisht marrim pul vendi, më thamë që rriten bio. Bio, po, kuptoj që... Në mungesë të tyre, Pul fshati. Pul fshati, po. Zakonisht ne e bëjmë pas vitit ri, sepse na ngelen pjesë nga gjeli i detit, edhe përgatisim qullin. Tani si përgatitet? Pulën e marrim, e lajmë, e pastrojmë, edhe e kriposim. Dakor. E kriposim. Kam përshtypjen se edhe une... Edhe kështu. Të bona gati këtu. Po, ajo do fort. Tani, dhe hedhim vaj, Për sipri, ha? për sipër. U dashka goxhavaj? Po, doj që këndyra e është. Mirë. Pas vajt... Hedhim pak ujë, se na ngjitet. Po, mirë. A du t'nja ashtu pak uja? Po, ma se se... Për mos me u ngjit kjo. Dhe mos më ngjitet. Edhe do ta fusim në furrë. Furrë, dakor. Tash do ta A çojmë. ja shkojmë te furra? Po. Fillimisht Ta po. hapi unë, ta? Ajde që të ka dalë. Shumë mirë. Pasi që e futëm pule në furrë, tash zonja Resmia do me na përgatit qullin, që në kupton qull me... Si ke? Qull me ara. Dakor, a bën me pa procesin se si përgatitet ajo? Po. Hedhim yndyrën në tenxhere. Gjithsesht vajin e ullit. Vaj. Po. Sa ke kjo parafërsisht? Afërsisht 200 gram. 200 gram. 200 gram. Mirë. Tani do ta nxejmë pak. Aha. Me nxe. Po, me nxe. Marrim edhe miellin. Miellin, dakor. Miell sa ke parafërsisht?
Pavarësisht një luk për një person. Aha, Dhe më një thanë, luk për një qofse unë kam 4 pjesëtar familje, do vëz 4 luk. Lug të drurit, kështu, a? Drurit, se përzierje gjithmonë dohet me luk drurit. Po, dakor. Të nxej pak e mdyra. Tani do ta skuqim pak. Skuqim. Pravisisht 5 minuta, sa? Pak më shumë. Dhe sa skuqim. Zonja Resmije, a përgatitni shpesh qull me ara? E bëjmë një 2-3 herë në vit, po, tjetër. Në vit? Po, po. Tani kjo është qik gjellëran, se ara është... Po, ka yndyrën e Ka vetë. yndyrën e vetë dhe ngren dhe pak kolesteroli. Po, Kështu që kështu që është gjellë që nuk bëhet shpesh, pastaj është dhe pak e mundimshme. E mund... Se shtypen arrat shumë. Është, merë kohë. Shumë, merë kohë. Komplet si proces, sa zgjat? Po një 2 orë, po. Rreth 2 orë. Në rreth 2 orë përgatitet. Pra, pas ka një farë mundi. Po, si ja. Tani do ta lejmë të ftofet, sepse po t'ja shtim ujë ose lëngun e mishit tani të nxehtë. Po. Kjo nuk bëhet e një trajtshme. Dakor. Bëhet kështu kokra Kokra, dhe po. ajo nuk vlen. Do t'jetë lëngu, do t'jetë i një trajtshëm. Kështu që duhet me lanë e ftoft pak, pastaj i hedhim lëngun e pulës, edhe arrat, të cilat i kemi shtyp shumë, Po. bashkë me hudrën, dhe A është specialitet i hershëm? po, kjo gjellë është, mu ma ka mësu vjerat. Vjera. Vjera, edhe vjera e kishe të mësuar, dhe më thanë, kjo gjellë mund t'jetë mbi 100 vjeçare. Bini që. Elbasani kish ushqimet e veçanta. Ka ca gjëra që i ka më të veçanta. Pula unë zorë prej furës, e tashti po e përgatisim qullin me ara, ha? Qullin me arë. Pasi e kemi skuqur Po. pak mielin Po. në zjarr, do të fusim lëngun e pulës, të cilën e kemi pjekur. Aha. Shumë mirë. Ndihmoj Lyti. Ja, ta vem. Ato me lëngë, Po. okay. Qau. Veç me ata. Mirë është, mirë është, shumë mirë. Mirë fare. Tash lëngu i pulës Po, vendosen në tenxhere. që ti japi shijen. Po. Do përzim të shitëm, me nga dalë, që të bëhet një trajshme. Një trajshme, s'me mbet Një kokra, trajshme, kokra. Po, e shtoj me ujë, se lëngu është i Uj sa mililitra? Doja gjysëm litre ujë, po. Gjysmë litre. Po, po. Tërësisht. Kemi shtypër, do shtypim dhe hudrat. Kemi futur këtu. Uj me hedh ku? Me tek hudrat, Tek hudrat, që të marrim edhe ja edhe Edhe pak uj ku, ha? aravet, po. Në ara. Edhe hudra. Ashtu. A ka nevoj kjo me ara më u përzi? Po. A ta përzim? Përzire. Hajde, mos Me nga dalë se... mos marr ku. Ara me hudra unë nuk pas na po në një herë. Edhe kjo po duket interesant. Asistent i mirë, Armende, ha? Po, po, Je pesi. sa t'ja mësova konceptin. Në Maradona. Tani do ta zjejmë këtë, dhe do shohim nëse ka nevojë për ujë, do t'i shtim prapë. Sipas sasisë miellit që kemi. Prap një zjarë. Sa zgjatë si proces zirja? Qulli s'ka nevojë të zihet shumë. Puna kryesore është e bërë. Kjo vetëm do marrë një 2 val. 2 vaj. 2 val, do ta zbrazim. Dhe hedhim pak gjalp sipër. Gjallë. Edhe mishi pastaj në anë pjatës. Mirë. 2 vaj, do më tha, ajo mundet me shku rreth 20 minuta. Sa të me. Rapërsisht. Edhe tashti, mbasi që e ka arrit trashësinë e vet qulli i arave,
E hedhim në Për pjata ose tava, si dëshirojnë. tavë balte, a? Tavë baltje. Këto janë të gjitha prej tavës baltje. Zoja Rësmije, mbasi ti mush pjatat për i balte, mandej qka? Dhe hedhim pak gjalp sipër, pak gjalp të tretur, edhe është gati. A duhet ta servohet e ftoft, apo... Me ftoht. Ky serviret i ftoht. Po me pulën? Pulën dhe ta ndajmë kur të hahem, kur të ulem në tavolinë, e ndajmë pulën dhe ja vejmë se cilit në qosht. Pjesë, secilin pjatë. Në darshin në pjatë të veçantë, Po. në darshin sipër, si ta kenë dëshirë. Por pula servohet kështu komplete, ha? Po, komplet. Do të thotë nuk vendoset tash. Jo. Mirë. Dakord. Këtë gjellë ne e bëjmë edhe me planës. Planës, na e bëjmë planës. Po. Planës, ne e planës. Dhe kur e bëjmë me planës, e fusim mrenda plancin. E fusim mrenda. Start ajo. Ashtu edhe hedhim. Mandej kjo mbi të. Që plancit të marrë shijen e Unë shumë e pëlqej. kurse pula s'ka nevojë të. Po, të pëlqej. Ushqimi i radhës sipas zonjës Rësmije është mishi me majdanoz. Pra një ushqim tradicional i Elbasanit. Zonja Rësmije, pra çka po na nevojitet për me përgatit këtë mishin me majdanoz? Për të përgatit këtë gjelle, duhet mish, i themi ne, mish i njom. Më thënë, o mish qingji, ose mish keqi. Aha, dakord. Në këtë rast na e kemi mishin e qengjit. Kemi marrë mish qingji. Pas e kemi ndarë në pjesë, e vejmë të zijej. Pak, dhe me thamë. Mishë. Duhet zihet, ha? Duhet të zihet pak, jo? Vejmë dhe... Dakor, unë të ndihmoj për. I qesim ujë me siguria, po? Qesim ujë. Mirë. Kështu, e vejmë të zjej, edhe në pak krip. Ku ke... Mirë. Sa kohë nevojitet? Ja, 10 minuta. E sa të zi? Se është mish i njom, kjo zjetë shpejt. Po, hedhim dhe kripun. Marrim krip. Krip sa për afërsisht? Afërsisht sa kap kjo dora. Ja. Edhe njerë. Ashtu. Ju këtu në Elbasan ushqimet, a përmbajnë ushqimet e juja shumë krip apo jo? Kjo varet nga shija e njerëzve. Po. Unë për shembull nuk përdor shumë kripun, Nuk përdor, nuk e kaloj. Evrejta se gjatë muhabetit po evrej se ju nuk po e shih. Mirë është që mos e përdorësh me shumicë kripun. Sepse thonë që të bën dhe dëm. Qashtu, nuk është më të shëndetshëm. Realisht po ka efekte të anësore. Tani marrim qepët. Do t'i pastrojmë. E qep sa duhet? Ja, kështu, 3-4 tufa e themi ne. Po. Ja, kështu të tilla. Nga 4 copa, po? Unë pas kem qep, biber i zi. Po. Orez, Ja, dhe merr aty dhe piperin e kuq. edhe piperin e kuq, edhe majdanoz. Ko qatë disa? Piperi i kuq. Kuq, këtu. Ke, Ja, kështu. Interesant, mes të shkurtit kep... Në çdo stin. Po, në Elbasan. Sepse fshatarët kanë bërë sera. Sera, po. Sera. Ne dikur këtë gjellë e bëni vetëm në pranverë. Vetëm në pranverë. Sepse atëherë kishte edhe mish të njom edhe qep të njoma. Kurse tani në çdo stin të vitit, nga që fshatarët kanë ndërtuar shumë sera, në çdo kohë gjen. Kështu. Edhe sallata, edhe qep të njoma, edhe majdanoz, edhe çdo gjë, në çdo stin e gjen tani. Këtu në Elbasan moti koqa i ngrohtë, krahasim me neve në Kosovë atje. Ju e keni kohën më të ftohtë. Unë po ju xhelozoj për shkak të kushtet atmosferik. Po. Ne vetëm kemi një erë që na bezdisi qik. Fërën shkumbini. Aha, po shkumbini. Dhe gryka shkumbini. Ashtu, po mëndoj çdo herë, apo varet? Thuj se kemi çdo herë, sidomos në dimër, ne kemi shumë të fortë. Ju jeni tamam në mes të veriut edhe të jugut, Shqipërisë. Po. Ja, dhe klima jonë është e butë. Nga kjo këtu rriten shumë
edhe portokallat, limonat, mandarinat, se klima. Rallë herë bie borë. Rallë? Rallë, nuk e. Po, atë ndihmoj edhe unë. Ta marrë në fikë. Mos u do ti, se kur ta marrësh ti, kur ta bësh ti, unë e kam marru. Pse po i ndarë për mes shtu? Që të bëhen çik të vogla. Po? Këto pjesët e qepës, jo të mëdhaja. Ja, kjo për shembull është e trarë, do dhe njerësh. A, më varsisht të mëndësisht të qepës. Kjo fërgota në thërë ma shpejt. Shta shkam për në ndjekës. Logikisht. A din me preti? Po, Hajde, si jo. pret Marta. Hajde, mirë e ki. Kujdes gishtat. Po. Në fakt po kombinohet dhe mirë, gjyra gjepë dhe e bardhe. Da. Ndjekin syt, ha? Ndjekin syt? Pak. Po pak, po. Armen të unis për asaj që të gatuarit është artë. Artë. Arti është sakrificë, kështu që ja vlerë me prit. Normal. Edhe me dëru Pa, nuk direksionin e e kena sytë. vaj zgjidhje tjetër më dorën zemën. Tash ik qepës? Tash vaj u lirja, po? I vaj. Mirë. Edhe, Dhe, tani, që këtë edhe? do ta skuqim pak Me qepën. skuq. Mirë, po e skuqim. Këti? E lugën. Lugën e kemi këtu. Ja, atje, po është një. Tani, do... Unë mund e me përzi, kur do që Po. duhet. Iso Tani problem. majdanozin do ta... Majdanozin mirë. Shkojmë në majdanozin. Po ti hape unë do. Po, do të hapen këto. A nevojitën gjitha tufat, po? Jo, do t'i lem një këtesës. Shumë është. E kaq, mirë. bolë, po. Edhe kja si qepa, ha? Si qepa. A te përzi këta? Po, përzi. Piperi kuq. Qepa e ka vërdisur lehtë, është gati tani. Presim sa të zihet pak mishi. Kjo është gati. Tash do shikojmë mishin. Po. Tjetë gjysë i zjerë. Gjysëm i zjerë. Gjysëm i zjerë, sepse do zjedhe me qepër. Dakor. Edhe me orizën. Ta shohim. Ju thoni ta shiqojmë, ha? Ta shiqojmë, po. Ta shiqojmë. Ja, zbute. Po, edhe aromën e ka tamam mish i zirë. Mish i zjerë. Ka aromë mirë dhe qingji. Pëlqen? Shumë, tepër. Po këtë majdenosi dhe edhe koma më i mirë. Tani qepën e kemi gati. Do të mi ahudh, ha? Dëhet me jahudh. Mirë. Edhe tash? Tash i të hedhim kripën. Kripën, pra. Se mishin e zim pa krip. Parafërsisht një luga, po? Një lugë. Një lugë. 3 qerë lugë. Po, 3 qerë. Ashtë. I pështim orizin. Oriz. Oriz. Sa oriz? Tashi, çdo pjatë do kaq oriz. Do të thënë. Një lugë. Ashtu. Se zakonisht me tushim, kështu që. Gjys lugë për çdo Të mesme, person. ashtu. Ashtu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Racione kemi ne. Edhe majdanozin. Elementin kryesor për pak më harë. Kjo ka aromen e vetë. Kjo ka. Tepër të veçantë, tepër. Edhe tash e mbyllim, a? Mere herë që herë. Që arome që ka? Tash po mbizetron magdanozin. Ja ka hup komplet for atë aromën që ka mish i qenjit, tash po dominon majdanozi. Majdanozi, po. Definitivisht. Edhe pse më duk e pabesueshme, por jashtë që ka vërtet. Tash sa i lejmë kështu? Tash e një qerekore. Një qerekore. Mas 15 minutave? Është gati gjithë. Gati për më? Gati. Po kjo s'po vëneka shumë? Jo, nuk bën neka. Ka Është gjallë lehtë kjo. Shumë e lehtë, shumë e shishme. Dakor, atëherë po e presim, ha? Po. Fillu me qëru kep, e në fakt e vrejtëm se po dashka me qëru ma shumë kep se sa që qëru ma here për këto gjellnat e tjera. Tash e ka radhen tava me pestil. Po është me rëndësi me cek se ushqimet në Elbasan po përmbaj kanë kogja kepa, po? E përdorim në shumë qep. Para pëlqeshit, kogja. Ju i thoni kep, ne Na, thoni kep, ju qep, po. Do të nikosisht me edhe me cek se krejt ekipës tashti momentalisht po ju shkojnë lot për shkak të aromës qepës, djekësit. Edhe producenti edhe këtu me na ndihmu për me qëru kep. Ata vazhdojnë, do më thonë? Po, për të përgatit tavën me pestil, duhet mish vici. Po. Mish vici. Sa? Me 1 kile ose 1 kile i qarek. Varsisht prej personave. Varsisht me personave. Po zakonisht, një familje prej 4 ose 5 personave, rreth 1 kile mish. Qep. Qep duhen pak me bollek, sepse tava me pestil vetëm qep ka. Parafarsisht 1 kilograma, po edhe këtu. Qep. Pestil. Pestil. Nuk e di unë Kosovë përdorni pestilin. Po, e përdorin. Në qëtë formë nuk e kom pas njëherë, është hera pas. Kjo është kështu pete rëmbullakët, ja, ta hapon. A e ke përgatit vetë? Po, vete, pa jonë. Si e përgatit ne? Ne blejmë kumbullat, majmë kumbullat, i lajmë edhe i zijajmë. I zini, po. I zijajmë. Ashtu pastrume, ha? Pastrume, me gjithë... Me gjithë farën, po. Farën, po. Edhe pastaj, kjo është ermullakët të tepsie, po ka marron diçka këtu edhe këtu edhe... Edhe pastaj qka pastruhet? Pastaj zijet ashtu? pa uj do t'i zim. A pa uj? Pa uj fare. Zijet, dakor. Sa t'qullën. Po, lëshojnë në ongën vetë, në fakt. Lëshojnë në me qullën, fakt. Po, të kuptoj. Pastaj marrim edhe i ato farët pastaj i hiqen? Aty janë farët. A, dakor. Pastaj i kullojmë këto ne. Po. Edhe del një qull i trash. Po. Këtë qullën pastaj e vejmë në një tepsi, e lymë tepsinë e madhe me vaj, pak vaj, që të mos ngjitet kjo, edhe e vejmë në diell. Edhe mandena? Ajo tha dhe bëhet kështu. Dakor, shumë Dhe interesant. ka edhe shijen e kumbullave. Këtë gjendje ruhet. Ruhet që qëndron që dhe 1 vit dhe 2 dhe 3, nuk prishet kjo. Pas pestilit në nevojitet, kjo gjethe dafine kja? 2-3 gjethe dafine, pak rigon, edhe pak oriz. Pak oriz. Pak oriz, shumë pak. Sa kjo një filxhan kafe? Ja, 1 filxhan kafe për aq person. Edhe piper? Edhe piper i zi. Krip. Edhe piper i kuq. To gjethet e dafines arriten në Elbasan apo i bleni? Gjethet e dafinës, ka shumë fshatar që shesin. Shesin, tu prodhon, a? Po, këto. Përdorem këto, ka. Shumë në lulishtë, në parqe, ka. Edhe speci kuq, a? Edhe speci kuq, po. Tash më kujtuaj e thonja, të ne në Kosovë thonë që po përzirë si biberi zi o zi kuq. Shtu që përshon në zështë specialitet për duhet biberi i Po, ne përdorim kuq ose i zi. edhe piperin e kuq edhe piperin e zi e përdorim shumë. Thujse në çdo gjell. Atëherë, atë shkoj me procesin e përgatitjes? Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Marrim Fillimisht? qepët, edhe i presim në mënyrë të tillë që të jenë sa më pjesë sa më të vogla. Çfarë metode interesant. O, kjo metode juja, që shtu në Elbasan i përgatitni? Po, kështu. Atëherë po të ndihmoj. Zonja Rëshmia ishte një kuzhinjere shkëlqyeshme, e donte shumë ushqimin tradicional, si dhe ishte shumë e lidhur me qytetin. Ajo këndoi dhe na foli shumë për pasionin dhe muzikën elbasanase.
që spesho heto me der. Deri sa i qirum kept, na abonem edhe pak muzik, bashkë me Zoën Rësmije, kështu që tash të këshyrim se kush e ka radhën, cili po më ndoj... Cila me mes? Tash i do fusim edhe mishin këtu, Po. te qepa, dhe do ka vërdisen bashkarisht. Tash pestili e vë? Po, shti pestil. Po më intereson me po... A bënë ta marr pak pestil? Ta marrësh. Me shiu pak? Ja, qashtë. Lydia, po tanë? Jo, se... Prisja pak, ja, pak. O kry, ja, pak, lutem. Pak të shmija vërë. Se të kënac. O zë? Kumbull, do. Kumbull. Shumë mirë. Tash këte do ta grim kështu të vogla. Apo? Shumë e shishme, a? E coptum pestilin në pjesë të vogla, që të treten më shpejt. Edhe da hedhim mishit. Dakor. Po. Dikur 100 gram janë, po? Rreth 100 gram dikun janë. Po. Pra vërtetë. Ashtu. Edhe vaj, a? Edhe vaj. Kjo pestili jap shijen, a? I jep shijen, ky Ma thartë, pak si të tharët. Tani do ta skuqim në zjarr. Në zjarr, dakor. Po. Një qik salë speci. Speci, Sa është më pikante. Edhe salcë speci kja. Salë speci. Më pire, na e dëmë specit. Ashtë. Në fakt e kemi mësu. Speci. Piperi kuq. Gjatë emisioni. Gjetë dafine? Gjetë dafine dhe origano. Origon. Rigon apo origano? Na i thojmë Kosovë origano. Jo, origon i themi neve. Ne i themi origano. Edhe orez, pra fërsi sa? Janë, 2 dora kështu. 2 dorë. E gjetët të dafines Zoën Rësmije për aromës? Për aron, për edhe. Origoni. Specialiteti i radhës, në fakt edhe i fundit, është tava me lëng të bardhë. Zakonisht tava me lëng të bardhë bëhet me mish rose, mirë po na ishim treg, ros nuk gjetëm me ble, kështu që e blem një pul. Zoën Rësmije, a muj me pa procesin e tavas me lëng të bardhë, edhe çka na nevojitet për me e përgatit? Po, për këtë duhet një qep, 2 ose 3 vesh, sipas mundësisë, pak oris, kri piper, kuq piper i zi, vaj ullirit, edhe miell. Miell gruri. Vetë janë të fshatit. Vezët janë të fshatit, sepse këto kanë të kuqën më të errët, janë ushqehet me bio, në natyrë. Në fillim pra, marrim një qep. Qepa grihet, a? Zoën Rësmije, dihet që domethënë këto janë specialitetet tradicionale të Elbasanit, mirë po a i përgatisin edhe qytetet tjera? Këto gjell, jo më duket. Tavën me pestil, jo. Jo, nuk i pajnë. Që kemi në gjurë në kandet e kuzhinave, nuk i përgatisin. Ne kemi tona dhe... Qa është? Ase ato tjerat, qulli me ara, ose mishin me majdanoz? Unë nuk kam parë kuzhina që të përgatisin. Nuk kam parë. Janë specialitetet tonat edhe... Ta është vaj, a? Edhe vaj. Kjo ketë 200 ml. Pa. Edhe? Tash i do presim pulën. Mirë. Mund dhe me të ndimu nëse da. A do me ndimu? Ka veqë këtë të? Po, pa Të bëjmë shpejt. Kemi nda pulën pra në pjesë të ndryshme, edhe japim një valë, dhe më thanë, e zjem pa pulën.
Sa zim? 10 minuta. 10 minuta. Po t'ishte ros, a kish me pas nevojë? Rosa doj qik më shumë, Më shumë, se është zihet më me vështirësi. Apo? Hedhim pak ujë, edhe vem të ziej. Atër, folë... Ku do në këtu? Paku? Zonja Resmie tash po dëm pak me na defry me muzikë. Po çon këngë të Isuf Myzyrit, a? Pa. Isuf Myzyrit. Siknon kamtari juj edhe Joni. Po, Isuf Myzyri është nga Elbasani, apo? Po, si, nga Elbasani. Këngë Elbasani. Xhenin e keni ju nga ana juj. Po, andaj nga Gjakova. Hajde të ndëgjojmë pak Isuf Myzyrin. Si? Muzikë. Mirë. Ha. Po. Atmosferë. Ja. Do majmë tavën pra me lëng të bardhë. Po. Është gjellë karakteristike e Elbasanit. Elbasani. Thamë bëhet me mish rose, por në munges e bëjmë dhe me mish pule. Pulën e kemi vu të zje, tani përgatisim lëngun. Lëngun. Thyjmë 2 ose 3 kokra ve, sipas Normalisht që shkon. Këto e në këngë tekstet në fakt të Isuf Myzyrit, njerit kyç që ka ndiku në muzikën elbasanase, edhe me tavë që është specialitet edhe ky i Elbasanit, kështu që është një gërshëtim shumë i mirë. Një kombinim i mirë, Patjetër. A duhet shumë e re? Jo, sa të prishet vesa. Tashi, të marrë miellin. Edhe përzimin. Mill gruri një pjatë, apo? Po. Jo, 7, varsisht sa persona. Si pas asisht, ne po bëjmë për 7 racione, Varsisht për i masit, më që thonë, edhe dhe pak ujë. për i personave. Qa në të shërbej? Që do që të kesh nevoj? Është vështirë të çekë. Kja fut të lem këtu kështu. Është nga shpirë. Ta presim. Mandej ajo i hudhët këtu, a? Kjo, qepa dhe hudhët e mishi. Po. Pastaj shtohet me langë dhe në fund ja hedhëm atë tavë. Vëllojmë mishin e mishin e butë? Jo, do dhe qik. A do në të po? Tash i filloja. Do dhe pa. Edhe pa. Ne në Elbasan e kemi qenë me vu pjesë të pulës në tavë. Gjatë përgatitjes, ndodhi edhe ajo që më së paku e prisja. Nga presioni i avullit, ka paku i tenxherës u hap dhe më mbuloi yndyra e gjellës që po e përgatisnin. Zonja Resmie po më kërkonte të falur, duke ndjer veten fajtore për atë që ndodhi. Mirë po e vërteta është se nga ky pësim mësova se kuzhina elbasanase nuk na qenë ka dhe aq e lehtë për t'u përgatitur. Do të doja shumë që tërë kjo t'i ndodhte Lydit, pasi që gjatë sekondave që po më mbulonte trupin gjella, ai po qeshte me zë. Shpresoj se do t'i ndodh në ndonjë qytet tjetër. E lut Zotin për këtë. Po ja që fati e deshti shkoj kështu e nuk erë kështu. Tash i po marrim thelët e mishit, Po? t'i vëmë në tavë. Na Tash kujtojmë. këtu do fusim këtë përzierje dhe do ta zjerë. Tash lëngun e bardhë, do më thonë lëng të Po, një sekundë se di pulës së zirë. Kjo është veçantia e këtij emisioni, zonja Resmia. Këti langë do t'i hedhim pak limontos. Limontos? Limontos. Që të ketë shijen e pak të tharët.
Ta shlëm një bardh. Edhe kaq. Edhe kjo është e gatshme për furrë. Apo? Nga që na derti që kënë hyra, Po. e do dhe i qikshëm. Pak, po ja shtoj. Aha, dhe pak vaj lirë. Shkak se aty ndyrë tash e kanë këto rrobat e mia. Kështu që ne veç po ja shtojmë pak sa. Edhe tash është për furrë, apo? Po. A e shkojmë? A dërgojmë furrë? Po. Zhverë është mirë, sa duhet me lanë tash në furrë? Më thonë prej momenti që e fushim në furrë. Pak, do rri kjo në furrë, se kjo është gati. 100 rekore? Qeku. Pas një dite të lodhshme që e kemi pas sot, më në fund ka ardhur momenti final për me i shiju gjitha këto specialitetet që i ka Elbasani. Ne dim gjithë që Elbasani ka shumë specialitetet tjera, mirë po për shkak të kohës që e kemi, domethënë na u desht me zgjedh disa prej tyre, kështu që tash ka ardhur momenti me i shiju. Shumë. Zërës mi e dim që të kemi lodhë sot, kështu që Së pari Besoj se- uroj mirë sa ardhjen. faleminderit shumë. Jemi një komp, domethënë shqiptar dhe na erdhi mirë sot që na erdhët edhe na nderuat me pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit. Unë mundova, ka shumë, si shtat dhe juve, ka Elbasani ka boll, ka shumë gjellë, por më kryesore dhe këto mendova. Po, besoj mund vini edhe një herë tjetër, në një vend tjetër mund të shihoni edhe gjellë të tjera të Elbasanit. Normalisht. Mirë se erdhe, Suksese dhe Dhe ju suksese për emisionin dhe për iniciativën. Ai, zot. Shumë faleminderit. Për dallim nga herat e tjera, në Elbasan e shtuam një drekë shumë intime, tipike elbasanase. Djali i zonës rësmije, Rifi, na shërbeu me një verë të cilin e kishte ruajtur prej kohësh. Por e veçanta e kësaj ishte se në drekë na u bashkangjit edhe ekipi ynë realizues, të cilëve çdo herë ju bie që të jenë prapa kamerave. Pas ushqimit të shëndetshëm të kësaj treve, po na priste muzika dhe vallet e Elbasanit. Në shtëpinë e shekullit 18, po bën të ftohtë. Andaj muziciantët sikur e kishin të pamundur që të luanin në instrumentet e tyre. Megjithatë, po na priste vallja e Elbasanit që unë dhe Lyti me padurim po e prisnim. Unë ndjeva mirë që vizitova Elbasanin dhe unë njoftova me qytetarët e saj nga afër, mikpritja ishte e theksuar në familjet elbasanase. Ushqimet ishin shumë të shijshme dhe përmbanin shumë kalori. Ta me pastil, gjë që për mua ishte më preferuara për shkak se pastilja kishte dhënë një shije shumë interesante dhe secili ushqim e kishte historinë e vet. Ndërsa unë u emocionova kur vizitova rrugën Via Egnatia që bënte lidhjen mes Romës dhe Konstantinopollit. Më pak fjalë, kom përjetu momente shumë të mira dhe kom mësu shumë për qytetin e Elbasanit.